Për 6 vitesh, Faktoi ka monitoruar bashkitë në gjithë Shqipërinë. Janë hartuar 6 raporte monitorimi, mbi 160 premtime të ndjekura, mbi 300 artikuj fact-checking, 250 video, 60 kartolina për kryebashkiakët dhe 6 podcaste. Në vitin 2025, Faktoi monitoroi 10 bashki dhe 40 premtime, me fokus transparencën, mbajtjen e premtimeve dhe fondin social. Vetëm 12.5% e premtimeve u realizuan plotësisht, 30% pjesërisht, ndërsa 57.5% betën të pambajtura ose të shtyra pa afate. 4 bashki arritën transparencë të plotë, të tjerat përmirësuan publikimin e buxheteve dhe konsultimet për taksat, por ende mungon dokumentacioni i plotë. Fondi Social 2023-2025 ka zgjeruar mbështetjen për shërbimet sociale, por të dhënat shpesh janë të paplota dhe mungon planifikimi afatgjatë, duke rrezikuar vazhdimsinë e shërbimeve. Faktoi fuqizon qytetarët me informacion të besueshëm, nxit transparencën dhe mban pushtetin lokal përgjegjës.